Andaluzia, hilafeti i Andaluzisë. Ashtu siç u theksua edhe më lart, në kohën e ardhes së dinastisë Abasite në pushtet, Spanja u nda nga halifati lindor i muslimanëve. Vetëm pas vitit 750 vjetëve, 1492, gjurmët e fundit të shtetit musliman këtu do të zhduken nga të krishterët e Kastiljes. Ky sundim i gjatë për Spanjën nuk ishte vetëm periudhë përparimit të madh, por në veçanti burim i shëmbëltyrës. Fakultetet islame të Spanjës nuk u privuan nga tërheqja e studentëve nga të katër anët e Evropës. Gjurmët e arkitekturës islame që ende duken në Gadishullin Iberik tregojnë përparimin mahnitës në këtë lëmi. Pas disfatës luftarake, muslimanët përjetuan persekutime të përgjakshme nga misionarët e krishterë. Krahas kësaj, ata duhej të shikonin edhe zhdukjen masive të bibliotekave, kur u dëgjen qindra mijë dorëshkrime. Kjo ndodhi para zbulimit të shtypshkronjës, zemri që i pazëvendësueshëm, jo vetëm për muslimanët, por edhe për tërë botën. Çliриmin e Indisë e filloi dinastia Gaznevite nga Afganistani, pas disa dinastive të cilat u kënaqën me pjesën veriore të vendit. Kilitët u nisën për në jug, por vonë India jugore do ta pres formimin e shtetit islam. Sunduesit më të njohur të Indisë qenë Mogulët e mëdhej 1526-1858. Një kohë të gjatë ata sunduan në tërë sipërfaqen e këtij shteti të gjerë, por shteti qendror i tyre filloi të dobësohej në shekullin 18, ndërsa në vitin 1858 anglezët i nënshtruan përfundimisht në mënyrë që t'ia bashkonin 3/5 e tokës mbretërisë angleze. Pjesën tjetër ndan mes vetë shteteve autoktone, prej të cilave disa qenë musliman. Këto shtete të vogla të varura e ruajtën kulturën muslimane deri në ditët e sotme. Njëra prej tyre, Hyderabadi, në qendër të Indisë, me se 20 milion banor, u dallua me reformën e saj të mësuarit islam. Universiteti i saj i tipit perëndimor përbëhej prej 10 fakulteteve, ndër të cilat edhe fakulteti i shkencave islame. Në të gjitha shkallët dhe në të gjitha fakultetet mësohej gjuha arabe, fiku, hadithi, e krahas gjuhës angleze dhe matematikës, qenë të obligueshme dhe lëndët e tjera të mësimit modern. Fal politikës britaneze në këtë rajon të botës, pas 30 vjet pune dhe rezultateve të jashtëzakonshme, prej saj mbeten vetëm përkujtime. Kina kur nuk e përjetoi pushtetin politik musliman në lindje dhe juglindje të Azisë. Muslimanët me të ardhur në azil veriore e islamizuan provincën Xinjiang dhe përmes detit arritën deri te provinca Yunnan, fal veprimit paqëdashës muslimanëve të ditur, me miliona kinezë dhe tibetas e pranuan islam. Në Azinë juglindore vazhdimisht shekuj me radhë kthenin tregtarët musliman nga jugu i Arabisë dhe nga jugu i Indisë. Në sajt të urvatjeve të tyre u islamizu jo vetëm Gadishulli i Malajzisë, por edhe shumë ishuj të tjerë të këtij regioni. Islami dominoi jo vetëm në Indonezi, por edhe në ishujt jugor të Filipinave. I ndarë në shumë provinca, këtë region gradualisht e pushtuan evropianët, kryesisht anglezët dhe hollandezët. Pas shumë shekujsh të sundimit të huaj, Indonezia e filloi dhe e fitoi pavarësinë e saj. Gadishulli i Malajzisë arriti ta kthente sovranitetin e vet në kuadër të Commonwealthit britanik.